Kush janë disa nga kriteret me martesën e idhëtarëve të librit, pra me femrat e idhëtarëve të librit? Dhe kriteri kryesor është ai që është vendosur në Kur'an. Femra me të cilën martohet një musliman duhet të jetë e ndershme dhe domethënë duhet të jetë, le të themi, besimtare në fenë e saj. Pra mos të jetë mohuese, mos të jetë jo besimtare. Në momentin që është besimtare në fenë e saj dhe është e ndershme, ky është kriteri i dytë, atëherë neve si musliman na lejohet të ta kërkojmë dorën e saj për nuse. Dhe nuk është si më thënë, nuk është kusht apo nuk është e detyrueshme që ne ta detyrojmë atë të lëri fenë e saj. Ne mund ta ftojmë, ne mund t'ia ofrojmë, ne mund t'ia paraqesim normalisht, por jo që ta detyrojmë atë që të lëri fenë e saj që të martohet me ne. Faktikisht unë has këtë për shembull disa pyetje që na vijnë, domethënë, që domethënë nuk pranojnë familjarët sepse ajo është e krishterë, e ku dëgjon etj. Pra, përderisa Zoti e ka lejuar, normalisht njeriu duhet të kërkojë dikë që përshtatet, sepse nesër pas nesër kjo grua do të jetë nëna e fëmijëve, kjo do të edukojë fëmijët, do të rrisi fëmijët dhe domethënë në momentin që janë ca gjëra kështu, domethënë mund për këtë arsye po ta shohësh jetën se si mbyllet është interesant. Por si kriter dhe si ligj, ky është ligji i Zotit. Pra ligji i Zotit e lejon.